parë në fermën VIP na ka ushqyer një mori emocionesh, ndërtoi dhe një debat me të cilin nisi ky spektakël midis Mozës edhe Zhakut. Do ndalemi sot tek një figurë e cila nuk është sot e dashur për publikun, po ndër vite ka ditur të ketë një qasje të saj të veçantë edhe ka ditur të kuptohet gjithmonë nga ata që kanë ditur t'ja lexojnë rreshtat edhe t'ja kuptojnë edhe anën njerëzore. Do flasim për Moza Ahmetin. Ne keni kuptuar tashmë që do ndalemi tek një personazh që ka qenë shumë pranë saj në rritjen e saj, një antar i familjes i cili do na zbulojë ndoshta ato që ne nuk i kemi dëgjuar deri më tani. Për Moza Ahmetin, që praktikisht është kushëriri i saj me ne në studio, Krenar Ahmeti, djali i Xhaxhait Mozës. Mirë se vjen, shumë kënaqësi të kemi në studio. Në fakt një personazh me një profil interesant, publiku ju njeh për shkak të profesionit tuaj dhe rrugtimit që keni bërë pastaj nga një profesion në tjetër, por sot do fokusohemi te kushërira. Na lejo, mirë. Faleminderit për ftesën edhe për hapësirën. Gjithmonë i mirëpritur. Por un jam miniskul, thuhet frëngjisht, shumë i vogël për me folë për Mozën. Modestia. Edhe Moza ka. Shiko, edhe modestia e teprume ose thjeshtësia e teprume është ignorancë. Prandaj edhe modestin më janë dhe flasim për aktualitetin, na trego për Moza Ahmetin kur ka qenë e vogël. Dhe rritjen që keni bërë bashkë. Ja, Moza, shiko, kur ka qenë këtë fisi e ka pas dhe ka pikë të dobët Mozën. Përse? Ka qenë avangarda, është investu shumë të njëri, sidomos prindrit e vetë, jashtëzakonisht. Po, për një gjë që asnjë nuk e përmend, më vjen se Moza është njeriu që klasifikohet të njerëzit që e njeh mirë shqipen. Një njeri që njeh mirë një gjuhë, artikulohet dhe abstragon shumë mirë, ka vlera, domethënë është i formum, ka lexuar. E vërtet. Pra, domethënë, dhe kjo është shumë e rëndësishme. Dhe një njeri që njeh mirë shqipen është i frikshëm. Në kuptimin e mirë të fjalës. Pra, sepse mund të emërtoj çdo emocion. Ja, është pastaj është tjetër. Shiko, unë në profesion, përveç profesionit të punojësit policisë, francezi thotë je basculé. Domethënë kam marrë një kthes, duke ditë se çfarë mund vinte mbrapa dhe unë kam edhe formimin e psikologjisë klinike. Domethënë e kam marrë përpara mimozës. Kështu që di të kuptosh mirë profilet e personazheve në ferm. Mundohem, jo di. Mundohesh të kuptosh. Është diçka shumë e madhe. Mundohemi, pra jemi të fushës. Kurse te psikologjia do thoja vetëm kaq. Mimoza e patë që avioni u aterru në Prishtinë, para disa ditësh, Antonov. Është avioni më i madh në botë, kargo. Unë për mu e tillë është Mimoza, mu më vjen vetëm keq diçka, që ajo ka nesër vetëm një motor. Pse? Për këtë t'jeni të bindën, Moza nuk është aktivizu. Pra pikërisht, pra më pytet për Mimoza. Sigurisht. Na trego për motorët e tjerë të Mozës, që si ka treguar për publikun. Pikërisht, pra. Ndoshta ajo është edhe faji i produksionit, që nuk, ose ka atë qëllimet e veta, po do Moza është shumë njerëzore. Moza është, domethënë, në çdo lloj dimensioni është. Pra, shiko, do t'ju tregoj vetëm një moment. Ka hap ekspozitën e parë. Moza ishim edhe ne me familjen, edhe një moment po e merrnin një intervistë. Edhe u shpreh, po perifrazoj, se Mimoz, tha, ti njifesh për letrat, ti njifesh për poezin, tha, ç'ne ti me pikturën? Tha, shiko, tha, ka ardhur një moment ku fjala nuk ka shumë vlerë në këto momente. Dhe duke mos pasur shumë vlerë në këto momente, unë tha, po mundohem, tha, të sublimohem, dhe atë që kam përbrenda shpirtit tim, po mundohem ta kthej në pikturë. Pra një artist, një njeri që ka një botë të tillë dhe një kapacitet, një motor të brendshëm, psiko-emocional, do thoja, automatikisht gjen forma të tjera dhe sidomos arti. Sepse shiko, për të folur për psikologjinë e artit do shumë punë, nuk jam i fushës, kam idenë diçka, por do vija te pika tjetër, që Mimoza ju ka thënë vetë që është psikologe. Mimoza e njeh psikosociologjinë.
edhe nga përvoja e jetës, edhe nga lëndët që ka bërë të gjitha. Dhe aty ajo e din shumë mirë që është një eksperiment social. Aty është një eksperiment i mirëfill social. Në parantezë... Po sigurisht, në thelb atë ka edhe një... Po, problemi ku është? Për shembull, unë në parantezë kjo që ju them. Unë po t'isha dekani psikologjisë i fakultetit, unë të paktën 3-4 ose 5 studentët më të mirë që kanë perspektivë, do t'i vendosja që ata të ndiqnin dhe të bënin doktoraturë me këtë emision. Sepse aty e kanë falas, të futen falas 3 muaj, X persona, aty është psikologji dhe mund të ndërtojnë shumë tema të cilat nxjerrin përfundime, pra aty e ndihmon edhe shoqërinë, ndihmon shkencën, ndihmon edhe psikologjisë, sjelljes, komunikimit, janë shumë elementë që ndërthuren bashkë. Dhe figura e Mozës ka ditë të luajë, të penetrojë, në brenda aty janë shumë dallgë. Është shumë e vështirë të vazhdosh të ecësh edhe të mbijetosh nëpër ato kreshta. Krenar, një natë më parë pam një përplasje të Mozës me Zhakun. Besoj e ke ndjekur në shtëpi, e ndjek gjithë familja? Shiko, duhet të jem të mërësisht i sinqert. Unë këto formate nuk para i kam pas qef. Edhe që s'kam pas kohë, pra arsyet të Mozës, kam filluar më ba addiction. E kuptoj, ke kryuar një parë? Pra shumë addiction. Dhe Zhaku i thot djeta të regojnë të qefi. Maksimumi arriti kur e fyen Mozën edhe serbisht. Pra edhe komunikimi ndërmjet nesh e gjitha dhe kemi kërku që në kategorike gjërat të tilla mos lejohen. Sepse nuk është në kurse për përplasjen me Zhakun. Unë do t'i thoja vetëm kaq. O Zhak, mos i hyj Mozës në hak se Mozat me Zhak. Kaq, nuk i një komentirë. Në komunikim. Sigurisht. Mos i hyj Mozës në hak sepse Moza është duke u munu me t'i rujt krahat e gjitha këto. Por ajo nuk e di, ajo nuk është duke kuptu që në këtë formë po e ngren shumë më tepër lart. Sepse mos harrojmë që Zhaku hyn në një moment që e di shumë mirë pëlqimin e publikut që ka Moza. Tani, shiko. Thik me 2 presa duket kjo t'i dalësh. Unë Mozës profiling, po ta shofësh në ekran, kam idenë që ajo është duke abstraguar, pra kam fjalën për Zhakun, quhet në situatë anhedonike, në munges të një substance ose në munges të një ilaçi që mund të marrë jashtë. E ke përsërisht mendimin, është krejt personal dhe e kam këtë drejt me thanë derisa na ka shah dhe me rob shtëpie. E ke përsërisht. Një eksperiment social, po ndjesitë dhe arrish ta shash mimozën me rob shtëpie. Jo mimozën pas kënd, Floria nuk do të ishte një gjuhë asnjëherë brenda Jo, se edhe unë në të njëjtën, që është thjesht një nëse moza është në një format që nuk mund dali nga si ka vani disa korniza, disa piketa, themi bujrin i themi Zhakut, po në rresht jemi janë 96 meshkuj në moshën e sajna. Herë pas te fillojnë tjeri. Shiko. Sa është, ke përsysh? Jo, Krenar, sigurisht, sepse ti e këtu për të përvërsuar Mimoza Ahmetin si një familjar dhe në formatet tilla. A më pyeti për përplasjen, unë po të them krejt sinqert, atë filloj Ne nuk po themi asgjë, ne po dëgjojmë me shumë kushëri, nuk po debatojmë. Krejt normale le të përplasen. Por mendoj që nga ana tjetër në media, në panele si ky yni, mendoj që kemi edhe një përgjegjësi që mos të çojmë mesazhe të dhunshme se jemi një shoqëri jashtëzakonisht e dhunshme. Çfarë të bëjmë ta zbusim? Që e dim që jeni 96, në 160 e kuptoj, nuk është puna 96, për thash, me që ajo do t'ja bëm të robëve, filloj herë, se jemi 96 meshkuj. Mirë, qartë. Edhe pastaj vinë femrat. Eshtë vedosi bisede, e qartë, i shumë i qartë, pa pena. Pa ma hi, jena një ushtri, dhe më thënë. Krenar. A e kuptove? Eshtë shumë i qartë, pa mera. Nuk e di pse do edhe në qëse isha shumë i qartë, asaj mos t'i vidh thartë, sepse nuk fyet mimoza në atë formë. E kemi parë. Mimozën unë shoh, për shembull, te mimoza shoh të koncentruar, për shembull, Diana Çulin, shoh të koncentruar të gjithë poetët, poeteshat dhe shkrimtarët me të cilat unë rrita. A ke përsysh? Dhe unë kur shoh atë, kam në fokus, unë i kam pikë dobët artistët. Artistët janë, qofse sportisti është një shkallë më lartë në shoqëri, artistët janë 2 ose 3. Janë edhe modelet për të ndjekur.
qa modelesh do t'i japim fëmijëve, se kemi bombardu dhe televizionin, vetëm krimi, ati e krimi. Aktën t'japim një model. Moza Ahmeti është shëmbulli. Njëra, po edhe shkrimtarët e tjera, njerëzit që i kanë dhënë këti vëndi, modelet pra, në këta aspekt, nuk them vetëm se është Goca Xhaxhajtim, por në këtë profil. Aty është bërë një mini shoqëri që ka ushqyer disa modele dhe publiku di të zgjedhë mirë. E ka treguar apo jo? Me pëlqimin apo mos pëlqimin e tij dhe publikun do doja këtë, për shembull. Reality i tij qofse produksionin disa modele. Po, produksionin qofse më dëgjon, duhet patjetër që të jetë transparent, sepse ti e din se si është bë konotacioni i votës këtu. Atëherë, nëse ka një të nxjerrim me grafik, ka që janë votimi edhe gjitha, sepse ato në mënyrë elektronike dihet, duhet ta bëj këtë gjë. Ta bëj transparent. Ta nxjerrim për kë, sepse duket Pra asnjërin, le të jetë e fundit Moza. Jo, një sekond. Dashuria paska për Moza. Dashuria është e madhe, por duhet të jemi dhe njohës të formateve. Kërë duhet jemi dhe njohës të formateve. Në qoftë se dalim me shifra, që sens ka të bë 3 muaj reality show. Po mos të hymë kësaj analize, sepse do na duhet flasim për ndërtimin e bëjmë sepse pastaj merret vesh fituesi javën e dytë dhe nuk funksionon kështu. Nuk funksionon kështu. As indirekt sepse është format. Është format televiziv, është për zbavitje. Të bëj një pyetje të thjeshtë. Sa të duash, sigurisht. Sa ka qenë shikueshmëria të Ferma 1, Ferma 2? Se duhet ta keni një grafik. Shumë mirë ka qenë. Ka qenë 500? Më shumë. 700 kanë qenë? Bëhet fjalë për shifra shumë të larta. Po. 900? Po. Po 100.000 janë të Mozës. Tek pull. Po e marr, unë po të luaj me minimumin. Pra, e ka ngrit formën edhe të gjitha. Ke parasysh? Pra, edhe shiko, unë thash është eksperiment social. Po, dhe duhet të njohësh mirë televizionin. Është një marrëdhënie që ti merr dhe jep. Ti duhet gjesh platformën për të zhvilluar tënden. Dhe platforma duhet gjej personazhet për të zhvilluar platformën. Pra është marrëdhënie. Mos ti hyjmë analizës televizionit, kemi bërë një ca vite të mira studime prandaj. Duhet të fokusohemi tek Moza, si karakter, si individ. Fole pak më herët për publikun, por publiku në fillim, pak kur u njoh me këto dimensione të Mozës, analizoj paketën e saj. Dhe u përmendën vështirësitë ekonomike të Mozës, jeta e vështirë. Moza vetë ka përmendur një partner që nuk është në gjendje të mirë shëndetësore. Çfarë nuk di publiku, apo çfarë ka keq kuptuar publiku nga gjithë historia Moza Ahmetit? Unë të thash pra, në qoftë ajo do t'i jepte shumë më tepër edhe publikut, edhe në shkrime, edhe në qoftë se do të kishte një minimum të caktuar optimal, sepse kapacitetet tilla do kishin, shikoj, ne vim nga një fis të varfër materialisht, po jo shpirtërisht dhe të edukuar. Pra, fokusi jonë ka qenë gjithmonë shkolla dhe formimi. Pra, kemi investu jashtëzakonisht në këtë drejtim. Edhe unë personalisht, edhe gjithë, pra... Jo, ne ju dëgjojmë që shpreheni dhe kuptojmë ligjin e gjithë familjes tuaj. Dhe ky investim gjigant tek njeriu, Moza është talent, dhe duke qenë talent, si ta shpjegoj shumë më thjesht, kam edhe unë. Po nuk e bëj do të golin si që bën Messi, për shumë, që i bën kama 300 milion. A ke përgjysh? Tru kam edhe unë, por nuk kam trurin e Mozës. Atëre këta dhe njerëzish, pra është elita. Dhe elita, ky vend për elitat, duhet kujdeset. Në qoftë se ky vend nuk kujdeset për elitat, do t'i kemi shkollat në këtë formë, do t'i kemi institucionet e sigurisë në këtë formë, do t'i kemi sigurinë ushqimore në këtë formë. Kjo është problemi. Problemi më i madh është, pra trurin, ky vend do kishte mundësi të eksportonte tru. Pra këtu t'ishin shkollat më të mira, spitalet më të mira. Edhe sepse prap djemtë e nanës do ktheheshin prap në këtë vend. Pra të shkolla, të formimi, unë e vejre, edhe se jam edhe pedagog, edhe në auditor, si këtu dhe në Kosovë. Dhe më thënë një mangësi e jashtëzakonshme e investimit në dije. Do doja shumë të dëgjoja edhe për Mozën Sinan, anër njerëzore. Sinan është gjigande. Si është Moza Sinan? Da të nxjerrë i përfundim për shembull. Është shumë protektive dhe kujdesshëm. Kur unë shkoja, ishim çiftiri dhe kishim djalin e vogël,
Luka i thoshte nusës time. Thoshte, të lutem, kur ta vesh me fjet, mos e vë me fjet me çorape. Tani unë qa përfundimi. Pra moza është aq protektive sa atë Lukën e vente me fjet edhe me çorape që mos mërdhifte, ke parasysh. Pra si mund të abstragosh? Moza është shumë e kujdesshme, shumë e dashur, domethënë edhe fëmijët e mi e duan shumë. Jashtëzakonisht gjithë, domethënë. Aty po e duan fëmijët e fermerëve tjerë, pa fëmijët e bujakës. Nuk e keni idenë se sa njerëzore është. Është krejt njerëzore, komunikueshme, domethënë, sepse mos harro, din ta uli dhe ta ngrej nivelin e komunikimit edhe. Po këtë ne mundëm ta njohim shumë edhe në fermë, të jemi të sinqertë. Se ne kemi patur fatin ta intervistojmë Mozën, po ku televizive nuk bëjnë ndonjë. Ne, unë si fis, ne do t'i jap një falënderim të jashtëzakonshëm Vizojën Plusit, që i herë arriti ta bind. Se di, domethënë, qa e theu, më u fut. Se ka një Aurora, e tha vetë, kisha kriju një mjegull brenda vetës time dhe e shpërndau këtë mjegull dhe i dha mundësin Mimozës të jetë, Gjermani thot, die erste Geige spielen, me lujt violinën e parë. Dhe ne, domethënë, e kena pak edhe si fis, domethënë, në një moment, po na u dha mundësia me lujt violinën e parë, ne e lujmë mirë. E shfrytëzoni mirë atë. Dhe Moza ka lujt violinën e parë dhe më bëhet qefi që Mozën kanë arrit ta njohin në disa dimensione, akoma se kanë njohin. Në gjithë dimensionet, ka dhe disa kohë. Të paktën njerëzit të marrin diçka, një libër në dorë dhe të lexojnë. Besoj performanca, prezenca Mozës në fermë ja ka promovuar, edhe pse ndoshta në një formë që Moza s'do donte punën e saj dhe jam i sigurt i gjithë popularitet do i vi mbrapsht. Kam një pyetje të fundit, lidhje me Mozën si nënë, sepse në një moment të caktuar Moza Ahmeti tha se jam pak e ngurt me vajzat, jam distancuar pak këto kohët e fundit, përmendë edhe historinë e një udhëtimi, po hajde të çojnë Dubai, kishte thënë njëra prej vajzave, kjo kishte refuzuar, pastaj kishte refuzuar Marokun. Me vitet dhe me dy vajza që jetojnë në emigrim, apo jo, jetojnë larg Shqipërisë. Moza, kontaktet i ka të vazhdueshme? Patjetër. Sepse na ka dhënë të kuptojmë diçka tjetër në fermë. Shiko, eri herë në momentin kur disa vite ka jetuar të shtëpia jonë, pra babaj dhe nëna ime e kanë suportu Mozën në momentet e vështira, kur u nda nga Aureli dhe mori ishin e dytë që e ka shok Zhaku. Ke parasysh dhe eri në njohim më mirë. Luka është vajza e dytë me burrin e dytë. Dhe Lukën e njohim pak. I ke parasysh sepse kurse Erin e njoh mirë. Por mos harro që me që më pyete, imagjinoje se ka një bazë gjenetike edhe në aspektin e arketipit. Arketipi, pra ajo që ti e i vullosur nga dy gjeni, sepse ke një gjeni Aurel Plasarin dhe një gjeni Mimoza Ahmetin. Janë bashku të dy dhe ka dalë Eri. Pra, është një që ka perspektivë, shkruan, po, dhe ajo është edhe nëntë, ashti sepse Mimoza është gjyshe. është bërgjyshe. është bërgjyshe. Po, ke përgjyshe. Dhe atëre, si mund të pyesësh mu për fëmijë kur Moza ka shumë, ka një dashuri të jashtëzakonshme për kafshët, a e keni vënë për macet? Po. Pra, dhe më thënë, disa herë ka lanë macen të ne, të shtëpia, dhe më thënë, ajo, pra, kur ka këtë përqëndrim ndaj një 4 putraku, imagjinoje për njerëzit. Për vajzat e saj. Krenar, jemi në fund të kësaj bisede, unë nuk e di nëse në kanë ndjekur në fakt ata që ndërtojnë fermën VIP, po në edicionin e radhës mund të marrësh do një ftesë dhe të vijoj Dinastia Ahmeti. Do të tregoj një moment. Mënyra se si u shprehni, na bën edhe ne të ndalemi momentet të dëgjoj. Do të tregoj kur Ika më çuan në Turqi, kisha filluar Akademinë e Policisë. Edhe nuk e dija, kam qenë duke studiu të dhoma, kur merë dhe më thanë direkt pashaportën do nisesh. Do nisesh direkt për Turqi, edhe na çuan. Tani pas kë shkuar drejtorit e shtëpia dhe në momentin që të lajmëronte që e nisëm djalin për Turqi. As nuk e dinte ku e kisha shtëpinë, as kishte arrit me e gjetë, edhe në momentin që afrohet tek shtëpia, shef një djalë, imagjino një Tarzan.
Edhe i thotë, të lutem, ishte me lopat. Edhe i thotë, të lutem, ku është shtëpia Mustafa Metit? Ja, thotë, ku është. I thotë, unë jam djali, hajde për... Edhe shef 2 metra. I thotë, unë thotë, jam drejtori i akademisë dhe nuk kam për ta lanë Akademinë e Policisë Shqiptare pa një Ahmetaj. Dhe e mori dhe vllajin e dytë në akademi, pra kemi qenë 2 vëllezër të 2 njëri mas tjetrit në akademi. Edhe mund bëni 2 kushëri njëri pas tjetrit në ferma VIP 4 viti tjetër. Si vjetë asnjëherë. Dhe intrigon se e shonë në sy, krenar ishte shumë si të kishim sot studio, me sa mundëm të kuptonim nga gjyrat tjera të Mozës, që nuk na i tregon nga i herë. Jo, unë do të them edhe një moment. Se jemi në fund. Edhe një moment. Më ka ngel gozhd në kokë. Po? Si do t'i keni sekuencat në mitingun e 2001-shit, po 2001-shit, ka qenë mitingu mbyllës në kombinat. Edhe ishte krejt paria e PD-s edhe po prezentonin Mozën. Në fund, sepse Moza duhet ketë kujdes në një moment, pra në anën politike, merr mikrofonin e tha, shiko tha, unë jam mimoza që qel edhe në acarë. Unë jam pikërisht ajo mimoza që nuk ja kam dhënë dorën as një gjentilmeni politikan. Ka kaluar një harë kohë rreth 25 vjet, shqyqyr ka ndryshuar Moza, pra, sepse është loj. Edhe Zhaku ka drejt kur thotë jem manipulatore. Etimologjinë e fjalës manipulatore duhet ta dinë. Ti do manipulosh, është eksperiment. Manipulon dikun që të marrësh një përfundim tjetër. S'ka, është lojë. Të vetëm në ngjaç që ka drejt Zhaku që thot manipulatore, po jo në konotacionin negativ. Krenar, siç thot Sovrani në kuadër të lojës. Ishte kënaqësi të kishim studio publikut, i themi kështu mbyllim me zdritën për ditën e sotme. Shumë dashuri dhe përqafime nga ky studio, bashkë jemi nesër. Ju e dini, ju duam shumë që jemi nesër.